Dishe një emisionin betimi për drejtësi për deklarimin e pasurisë, kush janë prokurorët e akuzuar për mos deklarim të pasurisë, që i akuzojnë zyrtarët shtetëror, pikrisht për mos deklarim të pasurisë. Është në rregull që dikush që akuzohet për mos deklarim pasurisë, me akuzu dikën për mos deklarim pasurisë. Po burë, unë thash, ne kemi vepru për shkak të mos deklarimit apo deklarimit rem. Ka rast që një prokuror i akuzuar dhe ndaj të cilit është ngrit akt akuzë për deklarim të rrejshëm, i njëjti ka vepru, ka vendos në lidhje me një rast për deklarim të rrejshëm edhe normalisht që është tërhiq nga akt akuza. Kjo formë e deklarimit të pasurisë a konsiderohet shkelje e privatësisë? Çështja e privatësisë është ngrit, për shkak se çështja e privatësisë është kategori kushtetuese. Betimi për drejtësi të martën prej orës 20:10 minuta, ndërsa repriza pas një jave në mesditë.